Speci djegës perfekt për trajtimin e këtyre problemeve, vetëm se duhet ta përdorni në këtë mënyrë. Speci i kuqdjegës është përdorur për mijëra vitesh kundër një sër komplikacionesh që i kanosen organizmi dhe shëndetit tuaj. Këtu futet urthi, llapia, problemet e stomakut, temperatura, probleme me tretje, gjithashtu edhe çrregullimet hormonale, të vjellat dhe problemet e bajameve. Prandaj mund të ndikojë edhe tek shëndeti i zemrës. Por cili është roli kryesor i speci djegës për shëndetin e zemrës? Në këtë video do të rendisim ndikimin që ai do të ketë në shëndetin kardiovaskular. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Speci i kuqdjegës është tejet mirëbërës për shëndetin e zemrës, citon Healthline. Konsumi i tij ka një ndikim të menjëhershëm në sistemin e qarkullimit të gjakut, në enët e gjakut dhe në arteriet e tensionit të gjakut, duke e kthyer atë në një aleat pozitiv për shëndetin tuaj kardiovaskular. Vlerat më të mëdha ja atribuohen kapsaicinës, një substancë e cila do të shkaktojë edhe aspektin djegës tek speci i kuq, duke e renditur atë si një prej produkteve më mirëbërëse me efekte pozitive në shëndetin tuaj. Kapsaicin ka një reputacion të shkëlqyer kundër dhimbjeve, madje përdoret nga industria farmaceutike për kremra dhe tretësira kundër problemeve të artritit. Sa i përket shëndetit të zemrës, disa studime kanë sugjeruar se konsumi i specit të kuqdjegës mund të ulët tensionin e lartë të gjakut dhe të pengojë gjithashtu edhe problemet e trombozës. Këto probleme mund të shkaktojnë atak në zemër. Por cilat janë vlerat e tjera të specit të kuqdjegës? Speci i djegës është një burim i shkëlqyer i karotenoideve, antioksidantëve të fuqishëm që parandalojnë dëmet e shkaktuara në organizëm nga radikalet e lira. Speci i kuqdjegës përmban gjithashtu sasi të mirë të vitaminës A. Dy lugëgjeve me spec pluhur djegës në varietetin pluhur ofrojnë 47% të dozës së nevojshme ditore të vitaminës A. Përveç kësaj, specat e kuqdjegës janë një burim kryesor i vitaminës C, vitaminës E, vitaminës B6, vitaminave K, manganit, fibrës dietike e të tjera. Por si ta përdorni specin e kuqdjegës në të mirë të shëndetit tuaj? Speci i kuqdjegës mund të përdoret si i thatë ashtu edhe i freskët. Speci mund të përdoret në salca të ndryshme, në gatime, në mish, në supa dhe në fasule. Niveli i nxehtësisë të specit të kuqdjegës mund të minimizohet duke hequr disa prej farave të tij. Gjithashtu është e rëndësishme të mos fërkoni syt pasi të keni prekur specin. Speci i kuqdjegës është një ilaç i mjaftueshëm kundër problemeve dhe depresionit. Doza ditore, në teori, që mund të ofrojë do të riekuilibrojë metabolizmin dhe është në gjendje të parandalojë gjithashtu edhe komplikacionet të tij, citon Healthline. Kohët e fundit kërkuesit nga Cedar Sinai Medical Center në Los Angeles, SBA, kanë studiuar kështu edhe efektet e kapsaicinës në laborator dhe kanë arritur në përfundimin se ato ndihmojnë edhe në parandalimin e llojeve të ndryshme të radikaleve të lira, sidomos ato që ndikojnë te prostata, mushkëritë dhe zorra e trashë, duke e kthyer kështu specin djegës një aleat shumë të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Speci i kuq djegës është i pasur me sasi të mira të kapsaicinës, përbërësi kryesor i saj, i cili në aktivitetin farmakologjik, flavonoid, vajre esencial, karotenoid dhe celuloze të tjera mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit. Përmbajtja e lartë e vitaminës C gjithashtu është më e madhe se të gjitha frutat ose perimet të tjera. Gjithashtu, studimet antiinflamatore të specave të kuqdjegës kanë nisur shumë më kohë në parë në dietën Moerman të eksperimentuar në Holand që prej viteve 1930. Personave ju është dhënë ushqimi i cili përmban vitamina, jod, acid citrik, vitamina të grupit B, hekur, vitaminën A,
vitaminën E dhe vitaminën C, duke e cilësuar kështu specin e kuqdjegës si një përdorim mjaft të mirë edhe kundër problemeve të depresionit. Është e rëndësishme të përdoret me masë dhe brenda sasive për të ekuilibruar organizmin tuaj. Vetëm kështu do të merrni përfitimet që do të ketë ajo në mbrojtjen e organizmit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Speci i kuqdjegës është të përdorur prej kohësh si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese, por vlerat që do t'i japin shëndetit tuaj do ta bëjnë atë një zgjedhje mjaft të mirë në reduktimin e komplikacioneve. Gjithashtu të specat e kuqdjegës mund të gjenden sasi shumë të mira të kapsaicinës, flavonoideve, vajrave esencial, karotenoideve, celulozës, kalciumit, hekurit e të tjera, duke e kthyer kështu specin si një zgjidhje pasuruese ushqyese në dobi të mbrojtjes së shëndetit. Speci i kuqdjegës është krejtësisht i këshillueshëm si një recetë parandaluese për infarktet dhe problemet kardiovaskulare, citoi studimi. Është parë se përdorimet të vazhdueshme të tij do të ulin nivelin e kolesterolit, ndihmojnë në zemrën dhe ndihmojnë punën e arterieve të gjakut. Farat e specit përmbajnë më shumë acide që eliminojnë në arteriet në kolesterolin e tepërt dhe trigliceridet. Shumë njerëz kanë frikë nga ushqimet pikante për shkak të pasojës së hemoroideve. Në të vërtetë që prej viteve 1857, Akademia Mjekësore Franceze e cilësoi specin djegës si një zgjidhje mjaft të mirë, sidomos në moskrijimin e tyre. Gjithashtu ekspertët tregojnë se, duke qenë se është i pasur me vitamina dhe minerale, kombinimi i tij në dietën tuaj brenda normës së lejuar do t'i japë një zgjidhje lehtësuese kundër komplikacioneve. Shumë njerëz pohojnë se nuk e konsumojnë specin e kuqdjegës sepse ndjejnë djegje në stomak, por kjo nuk është e vërtetë. Madje në shumë kultura është të përhapur tradita popullore e çajit që tret ushqimin i bërë me kamomil të ngrohtë, një lugë me specë djegës pluhur dhe një lugë mjaltë si ëmbëlsues. Kështu, përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë të menjëhershme edhe në mbrojtjen e organizmit kundër këtyre komplikacioneve, citoi studimi. Përmbajtja e lartë e vitaminës C është më e madhe se të gjitha frutat ose perimet të tjera, ndërsa gjenden edhe sasi të konsiderueshme të vitaminës A, vitaminës K, B e të tjera. Jo më kot studiuesit e quajnë atë ari i kuqit tavolinës. Speci i kuqdjegës nuk këshillohet të përdoret nga personat e vegjël, sidomos pa mbushur moshën 13 vjeçare, po ashtu nuk duhet të teprohet as në dietën e personave që kanë stomak të ndjeshëm, ulçra, hepatite, kiste dhe problemet e hemoroideve. Teprimi mund të shkaktojë irritime të mukozës së zorëve, inflamacione gastrointestinale në stomak dhe në veshka. Ndaj nëse bëni pjesë në këtë kategori, mos e përdorni specin e kuqdjegës dhe konsultohuni me mjekun tuaj në rast se është i përshtatshëm me ju. Megjithatë, në doza të vogla mund të shërbejë për të lehtësuar një sër komplikacionesh te personat që nuk vuajnë nga këto shqetësime të përmendura më herët. Speci i kuqdjegës është krejtësisht i këshillueshëm si një recetë parandaluese edhe për infarktin, gjithashtu edhe për sëmundjet kardiovaskulare. Është e parë se përdorimi i vazhdueshëm i tij do të ulë gjithashtu edhe nivelin e kolesterolit të keq, ndihmon në zemrën dhe ndihmon edhe punën e arterieve të gjakut, citoi studimi. Kapsaicin te specat e kuqdjegës mund të veprojë edhe për metabolizimin e yndyrnave, duke përshpejtuar dhe penguar akumulimin e tyre. Gjithashtu, kapsaicin ka efekte pozitive që do të merrni në mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu lehtësimin e tyre që mund të ndikojnë në krijimin e komplikacioneve. Studimet kanë treguar se përfshirja e specave të kuqdjegës brenda normës lejuar mund të luajë një rol pozitiv në reduktimin e komplikacioneve të organizmit, por nëse bëni pjesë në kategorinë e personave që përmendëm më herët, mos e përdorni specin e kuqdjegës. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.